Subjektet politike që garojnë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit nisin sot fushatën elektorale. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore do të nisin rrugëtimin mbrëmjen e sotme në orën 19 në sheshin Nën Tereza të Tiranës. Ndërkohë, Partia Socialiste që kërkon mandatin e 4 qeverisës ka përzgjedhur sheshin Skënderbej. Ka qenë vetë kryeministri dhe kreu i kësaj force politike, Edi Rama, i cili një ditë më parë ka njoftuar datën 12 prill, ora 12 për shkak të simbolikës së 12 yjeve në flamurin e BE dhe fokusit të integrimit evropian. Koalicioni Euroatlantik me drejtues politik Lulzim Bashën do të hapë fushatën më 12 prill në orën 11 në një restorant privat pranë Tiranës. Partia Mundësia çel fushatën ditën e diel ora 17 tek Pallati i Kongreseve. Nisma Shqipëria BE do të hapë fushatën në Vlorë më 12 prill ora 18 në sheshin para stadiumit Flamurtari. Ndërsa Lëvizja Bashkë Arlind Qorrit do të hapë zyrtarisht fushatën elektorale më 13 prill në Fier ora 10:30 te Teatri Bylis. Për 140 mandate të kuvendit, çdo forcë apo koalicion sipas formulës së re elektorale ka 186 kandidat për deputet, ku 46 janë në listë mbyllur dhe 140 nga lista e hapur. Risi e këtyre zgjedhjeve është votimi për herë të parë diasporës. Zyrtarisht janë regjistruar për të votuar 245.935 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, pjesa më e madhe të cilën në Itali, Greqi dhe Gjermani. Ndërkohë, pak ditë më parë Ministria e Brendshme publikoi listën përfundimtare të zgjedhësve për votuesit brenda vendit. Nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, të drejtën e votës e kanë 3.713.761 shtetas shqiptar brenda jashtë vendit, nga të cilat 114.642 zgjedhës votojnë për herë të parë. 1.081 shtetas të papërfshirë për shkak të dekriminalizimit, ndërsa 5.225 është numri i qendrave të votimit.